Risku që lind dhe risku që vdes. Miq të dashur, një punëtor i zgjedhshëm me një kompani jashtëzakonisht të mirë ishte aq punëtor i mirë sa që punëdhënësi i tij kishte lëshuar një zemër të madhe për të. Ai jo vetëm që e donte, e admironte në punë, por gjithmonë kujtonte se si t'i arris rrogën dhe ta bëjë që të ndihet mirë në kompaninë e tij. Ky punëtor nuk mungonte fare në punë, ishte aq i rregullt sa që më shumë se vetë punëdhënësi i tij. Një ditë prej ditëve i mungoi nga puna. Punëdhënësi kuptoi se ky po i jep një sinjal, po i jep një shenjë që duhet të arriste rrogën. Dhe ja bëri. Në ditën që erdh, i tha, punëtori dashur, unë të kam rritur rrogën për 100 euro më shumë, të kesh parasysh. Faleminderes të prej anës tënde. Vazhdon punëtori të punoj duke shpresuar punëdhënësit se ky nuk do të mungoj kurrë. Në ditën kur ishte më e rëndë për kompaninë e tij, ky punëtor mungoi sërish. U hidhrua punëdhënësi sa që vendosi që do t'ia zbresë rrogën 200 euro. Dhe bëri. E thiri të nesërmen në punë dhe erdhi. Dhe i tha, kam vendosur që të ta plas rrogën 200 euro për shkak të mungesës tënde. Faleminderes, ju e dini mas miri punën tuaj. Vazhdoi të punoj. Punëdhënësi po pa se as në rritjen e rrogës e as në plasjen e rrogës, intensitetin e punës nuk e zbehi, nuk e asgjësoi. Vazhdoi të punoj në të njëjtën ritëm. E thiri, çu bë me ty? Unë të arris rrogën, ta plasi rrogën, kurse puna jote dhe kontributi jot mbetet i njëjtë. Tha, rritja dhe plasja e rrogës i dashur punëdhënës nuk vjen nga ty, po vjen nga Zoti. Si mendosh nga Zoti? Unë të arrita rrogën. Tha jo. Kur e ngrite rrogën për 100 euro, unë mungova faktikisht në punë sa ditë më ka lindur një djalë. Dhe ardhja e djalit në jetë, Zoti e çoi 100 euro në muajt për atë si bereqet. E tha, e që bo atëherë kur ta plasa 200 euro, të me thonë që djali jot tash të vdiq? Jo, tham, vdiq nëna, që e kisha në familje, dhe mungova, dhe në qoftë se nëna na vdes, tha, 2 riske kësaj dunjas na vdesin. Dhe këtë është që e bërë edhe ti, 200 i hoqe. U habit ai, dhe tha, elhamdulillah që kemi kështu njerëz në punën tonë. Unë do mundohem ta ngriti rrogën sërish. Njerëz të dashur, me vdekjen e nënës vdesin 2 riske nga shtëpia jote. Kujdesuni ndaj tyre. Selam aleikum.